i kënaqur se ishit pjesë, u pritet edhe me dashamirësi nga Brezili. Sigurisht nësi për mu që isha prezent në këtë eveniment që organizohet për rastin e festave të nëndorit. Normalisht një eveniment që i banë bashkë sportistët të rinj, sportistët të ardhës, mund të them. Dhe kjo atmosferë festive që nështë është karakteristike për me nuanca patriotike i banë bashkë të sportistë qytetin e Shkodrës që njihet për futbollin, njihet për traditën që ka. Kështu që vjen mirë që isha prezent në bashkimin e këtyre gjithë shqiptarëve, mund të them, nga trojet ndryshme. Dhe sigurisht, kënaqësi, ndoshta prezenca, sadopak i jep kënaqësi atyre, kujtoj veten ndoshta fëmijërinë time që kishim kënaqësi që ishim lojtar të ekipit të parë si në raste të tilla. Bekim, pash momentin kur mbritët në kompleksin sportiv, kur njëherë fëmijët ju njohin mirë, ju ndjekin në stadium, ju ndjekin në televizor dhe ju kanë rriu dhe të gjithë vreshuan për t'u takuar, për t'u fotografuar me ju. Dhe për ju emocion. Sigurisht emocion, thash, nështë sporti nga ka dhënë këtë privilegj, nështë futbolli nga ka dhënë këtë privilegj që të njihemi, sigurisht nga fëmijët që kanë ndër futbollin, na shohin nështë edhe më me shumë pasion. Sigurisht dhe ekipi kombëtar ma ka dhënë nështë këtë fat që të na njohin akoma më shumë. Por që do kisha dashur t'ju uroj fat gjithëve dhe shumë suksese në të ardhmen. Pse jo shumë sportistë nga këto evenimente, mund të them, nga këto organizime, mund dalin sportistë që do shkëlqejnë në të ardhmen. Natyrisht që shoqata Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica ka merit kryesore se për disa vite me radhë i mbledh të gjithë ekipet, gjithë përfshirëse. Sigurisht që një event që i shërben futbollin, ndërsi mendoj që i shërben e njohjesh nëse të elementit cilësor që në fillimet e tyre, si më thonë. Shpresoj që eventi tilla të organizohen dhe më shpesh, që organizatorëve i uroj shumë suksese dhe sportistëve të rinj gjithashtu. Dhe ky fund të nëntori e gjen vazhdim jo në një moment kulmor. Lëshoj Kreun e klasifikimin për një pikë pas humbjes në Shkodër. Sigurisht, jo momenti më i mirë, por që du të tregojmë forcën tonë dhe të kthehemi aty ku na takon. Besoni që do të rikthehen? Sigurisht, nuk ka opsion tjetër. Nuk ka opsion tjetër, mendoj që forcën e tregojmë duke u kthyer edhe nga momentet e vështira. Dhe titulli kampion që ja keni premtuar tifozërisë? Po, është rrugë e gjatë, por e rëndësishme është që të bëjmë më të mirë në shëtë ardhshme. Faleminderit Beko. Faleminderit juve.